Asgjë feja nuk e pengon dikan përkundrazi e ndihmon me përparu. Rreziku botëror nga kanosët, nga kamot. Apo kamot, apo qesin araqë. Fundosja e ekonomisë botërore, e cila zhvillon lufta të mëdha, tentojnë luftën e tretë botërore ta dhësin për ekonomi. Nga ju ka ardhur sherri, nga ka ardhur nga kamot. E Islami këtë çështje e ka zgjidhur, e ka qitë në tokë edhe ka zgjidhur problemin e çështjes. Alternativat e shumta që i ka përun, që i ka mojtë disa ligjërata, cilët alternativa islame i ka përuan çështjen e zgjidhjes dhe problemit të kamotës. Se kamota kultivon vetëm se mbledh kapital dhe nuk zhvillon, e shton papunësi. Pse? Se banka qendrore ti jep me 5%, banka e dytë je jep ati me 7%, e ai je jep me 10%. Ai do më thonë që pasuria e patunçme qarkullon në dorën e bilionerave, jetë dora e punës, jetë pa punë. Rezultati ka motë. Ndërsa ne kena një zgjidhje i thëmë udara për të cilën e ke pasisht në ortak, ti punën unë e parë. E për ata kështu në e gjallërojmë tokën dhe e zhvillojmë botë. Mora me arën këta. Këta projekte janë bërë motë. Me po deri sa kupton të shuen hajnët pa këtë më dojë. Për ato dhe të ndërshëm Islami, Allahu Azza wa Jalla na ka nderuar me këtë din, me këtë Islam i cili nuk na ka met neve diç tjetër që thonte Abu Bekr Siddiku kur vdiq pejgamberi Allahut hipi minber e majti hitben dhe tha o ju vëllezër, prej neve nuk na ka met diç tjetër vetëm që të mësojmë dhe të praktikojmë. Merre për kthej. Kur ndodhin disa skandale familjare në për dikun paraqitën dhe i thamë po mirë be Islami ja ka thonë çështu. Po be hoxha fenia mo se mendova që bash neve po në ndodhë. Po ai zoti jote ka mendu para ti. Ai ka mendu për bien tonë. Ai ka mendu edhe për gjalin tanë. Ai ka mendu edhe për fëqinjin tanë. Ai ka mendu edhe për babën tanë. Ai ka mendu për mu, për ti, për gjenerata që vinë. Allahu Azza wa Jalla femrës ku e ka mbulu, kur e ka obligu mbulesë. Pra atë keqen e ka dash robëru, a ka dash me çliru ata me rujt. Me rujt. Për shkak se ku ndodhe skandali dhe problemi, atëherë mos e fajso ti vetën tonë. Për shkak se Islami ka ardhur the për ta rujt turpin der. Ka ardhur the me të mësu ti se si duhet ti me jetu në këtë dunjo. Allahu ka thonë ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e din Allahu çka ka kriju, e ati nuk i mshefet as nëse. Ai kinezi kur pe prodhon atë aparatin PD ai, katalogin po ta vën, thotë kështu përdore. Japonezi kur e ka prodhuar motorin, tregon se ç'ish me përdor, apo Gjermani kur e prodhon Mercedesin, gjithashtu tregon ç'ish me përdor. Francezi e kupton Peugeot, gjithashtu tregon. Këtë e di, për çka se vetë kanë marrë. Veç Allahu Azza wa Jalla s'pe di apo.